Si çdo herë tjetër fatkeqësisht, një ditë po, një ditë jo, po përsëritet, po replikohet krejt situata e njëjtë, mungesa e një vullneti politik për të gjetë një zgjidhje të shpejtë politike, tashmë është bërë pa vlefshme me përmend. Jemi vonë, është bërë neverike për qytetarët edhe për vetë neve si përfaqësues, por gjithmonë ka rrugë, mundësi që duhet më shtjerë deri në fund dhe më gjetë një rrugë. Nuk ka të bëjë për mua edhe për LDK-n emri përveçëm, ka të bëjë parimi, mënyrë që konstruimi më finalizu, sa më shpejt dhe një marrëveshje politike është për te urgjente, sepse Kosova përfundimisht është në krizë politike e cila në mungesë funksionimit kuvendit në radhë parë. Me vonë edhe të ekzekutivit me legitimitet që ka dalë për nënë shkurtit e pa mundëson me mirëmbajtja, kujdestaria në qeveri edhe ashtu me probleme, sepse edhe deputet edhe minister nuk funksionon, nuk është e drejtë, nuk është legjitime, bën këtë vend që me pauzu, edhe ashtu kemi ra begi poshtë, me pauzu shumë poshtë, në fund të ndekot është begi vështirë për njerëz. Ardha çdo ditë, çdo herë, çdo ftesë ne kemi përgjegjë. Reagimi jonë është politik, ne kemi marrë pjesë vazhdimisht në votim, nuk kemi shkaktu kur gjë tjetër që partia parë do të thonte është dalë pengesë. Por ne nuk kemi mekanizëm votues sipas dëshirave të partisë parë, as patericë, e cila krijon çdo situatë me debloku dikon që s'ka vullnet me punu. Roli jonë do të jetë konstruktiv, ne jemi shumë konstruktiv, ne kemi bërë qartë në 2 letrat që zoti Kurti e ka ftulë dhe kanë për partneritet, që ne kemi këtë pozitë që nuk e ndryshojmë, nuk do të me humbë kohë me ne ma shumë. Kështu që gjithçka ne kemi qenë konstruktivitet plot, edhe me bon sens, edhe me angazhim, edhe me sjelljen tonë politike, po i kontribuojmë kësaj qetësie fatkeqësisht po mbirmbahet nga zoti Kurti, nuk po punohet për me debloku. Nuk ka të bëj me emën përveçëm, ne kemi thonë për fillimit kuptone, nuk ka të bëj me emën përveçëm. Është e drejtë e fitume, partia parë ka fitu, ne ta propozon që ato që donë me propozohet. Po nuk ka të bëj me neve, nuk ka marrëveshje, me vetë faktin që s'ki marrëveshje politike për qeveri e mon arsyetimin të bllokimi i kuvendit. Nëse i duhet zonja Haxhiu arsyetim për shkak që nuk po mund me ndërtu qeverinë, është problemi tyre, nuk është problemi joni. Por për ne emni përveçëm është çështje që partia parë ka fitu e ka propozu, let punojnë tash, ashtu si që kanë propozu, do duhet me zgjedh, do të me punu me zgjedh njerin. Një arsye sipas Kurtit që opozita nuk po e voton Argulina Haxhiun është që jeni patriarkal. A qëndron që kjo ka nisë me terma për shkak të në bazën e asaj që ka thënë në ditën e shpalljes së rezultateve si ai. Ky vend, kjo republikë ka dhënë emra të fortë grave në politikë. Edhe zojave që kanë qenë të zgjedhura dhe që kanë fitu dhe kanë udhëheq. Për rastin specifik, LDK i ka votu 2 gra presidente, por si pas një marrëveshje politike. Edhe në të 2 rastet nuk është mbajt fjala LDK-s. Nuk është mbajt fjala, por ne kemi votu për agjendën e Republikës, për nevojat të zhvillimit Kosovës dhe kemi përballu. Edhe në rastin e parë të zonja Jahjaga, edhe të rasti i fundit të zonja Osmani Sadriu, ne kemi dhënë kontributin tonë konstruktiv, votën tonë politike, kemi deblokuar situatën, edhe kemi jetë përpara, kështu që nuk e di ku mundet me gjetë, kemi dhënë emra si Nekibe Kelvendi, apo Edita Tahiri më herët, dhe shumë autoritetet tjera që në politikë kanë qenë zonja dhe lidere në politikë bërje. Tash me arën këtë kohë me thonë që partitë politike në Kovend kanë probleme me përfacimin e një grua është edhe shumë keq, edhe shumë rënë, edhe shumë larg ka shku me këtë punë. Ma larg se me ato hajvan? Po nuk ka të bëj, dëgjoj, deri me 9 shkurt, në fushat, zoti Kurti ka zgjedh fushat negative. Zoti nuk u kom në risi, që 20 vjetë në politikë, zoti Kurti ka bo fushat negative. Ka përdor çdo mjet konvencional dhe jo konvencional, jo politik, jo të lejushëm shpeshherë, për qëllime politike, kështu që s'ka qenë risi për mu. Zgjedhja fjalëve ofenduese, ma pak apo ma shumë me rëndësi se si njerëzit e përjetojnë,
ofendimi ka qenë permanent, lëndimi ka qenë permanent politik, po është zgjedhja e tij, e ka zgjedhur me bë këtë politikë në Kosovë me mendsinë e tij, me metodën e tij, për sa i blihet, blihet ai e shet. Ka nuk ka të bëjë vetëm me zotin Kurti, ka të bëjë edhe me për te i tij. Por ai ka lëndu njerëz, ka bo fundime kolektive në këtë republikë, mandej është mënu me arsyetu, por është zgjedhja unë e kuptoj dhe duhet ta kuptojmë gjithë që fushata negative në politikë përdoret nga shumë lider, edhe kohëve të fundit fatkeqësisht populizmi edhe fushata negative në këto agenda është një trend që ka lënë edhe Kosovën. Ai ka syta dhe LDK-s është gjykata kushtetuese. Ne me thonë drejtë syti kemi në Kovend. Kovend mund të blokohet. Pse do duhet gjithmonë institucionet për te Kovendit me debloku situata tilla. Nuk ka zgjidhje politike me mjete tjera. Dhe nuk do të me prit shumë të tjeret me zgjedhë çështjet politike. Gjykata kushtetuese për mua është organ i respektuar, çdo vendim që sjellna nuk e diskutojmë, por nëse varemi për gjykatës kushtetuese me zgjidh gjitha problemet, atëherë pse duhet me pas kryeministër, kryetari i gjykatës mundet me kry punë politike.